Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë janë 106 deputet, kemi quorum për të vazhduar me seancën. Në vazhdimin e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dhe 17 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Vazhdojmë sot pra me pikën e tretë. Ftoj PDK-n që të propozoj një antar, një deputet për antar të komisionit. Nuk ka. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një antar të komisionit. Ftoj AK-n dhe Nismën që propozoj një antar të komisionit. Me që s'kemi propozime, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11, 21 maj. Faleminderit gjithashtu. Në fakt, sa na përket neve se PDK, unë besoj që nuk duhet pritet as 2 ditë në vazhdimsi dhe bëj thirrje edhe një herë si në çdo rast tjetër lëvizjes vetëvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetar apo kryetar kuvendit dhe që të shkojmë tutje në konstituimin edhe të kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë, sepse kështu si jemi kemi mbetur një shtet në gjendje emergjente esencialisht, me qenë se nuk kemi as qeveri legjitime, e s'kemi as kuvend funksional. Faleminderit, urdhon. Fatkeqësisht nuk ka as interes e nuk ka as urgjencë për partinë e parë të bëjë institucionet. A do të ketë një urgjencë pasi ke deklaruar të se Kurti në takimin me presidentin ka thënë që nuk ka urgjencë? Për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe zvarritje, për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe propozime që seanca të mos mbahet sipas rregullorës. Mungesa e urgjencës është vërtet lajm i keq për Republikën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për institucione, ka nevojë për veprime politike të partisë së parë. Është e pakuptueshme se si një parti me 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë minimale. Ju faleminderit. Shkurtimisht, po besoj e di që është bo pak e lodhshme edhe për qytetarët edhe për mediat edhe për këtë ata që na përcjellin, po me rëndësi është, po besoj që lëvizja vetëvendosje tani më ka treguar që është konstruktive, këtë hapat e procesit që për synim ka pos zhbllokimin e kuvendit të Republikës. Pra ju e dini që na po vim edhe po votojmë për. Bllokues janë ata që votojnë kundër. Po përsëritet skenari i njëjtë, ishte një kërkesë e kryesuesit të seancës që të konsultohemi, që seancat të mbahen çdo javë, normal që u refuzuan nga të gjitha nga partitë opozitore, për shkak se është skeli kushtetutës, se me kushtetutë thuhet që çdo 48 orë, andaj ne nuk e pranuam.
Kështu po ju adresona nëse keni ndonjë pyetje, po i marr pyetjet sepse vërtet s'po kemi se çka me u përgjigj. E mira është s'po di vesh me propozu për çmim Nobel Albulena Haxheve, dhe pse çmimi Nobel është për të arriturat dhe sukseset në ndonjë fushë ose ndonjë lami, e tash me propozu veç për çmim Nobel për dështimet e njëpasnjëshme me plot seanca dhe vazhdimi i lëvizjes vetë vendose me të njëjtin kandidat. Fatkeqësisht unë s'kam pa ndonjë lëvizje që me prit në ndonjë ndryshim ato që e presin qytetarët e Kosovës. Vazhdon një papërgjegjësi, besoj unë, e forcave politike për të ulur për të bërë një marrëveshje politike, një marrëveshje e cila do t'i jepte mundësi vendit me pas institucione, për të pasur një shumicë parlamentare. Mendoj që si duhet i thërë flet thirr përgjegjësisë vet. Forca tjera politike në Kosovë nuk ka janë këtu që janë. Në çfarëdo procesi dhe nesër zgjedhjet do të jenë të njëjta forca politike. Dhe rruga e vetme që Kosova si shtet serioz ose të bëhet serioz është përmes së bisedimeve dhe marrëveshjeve politike që pastaj partnerët e zgjedhin njëri tjetrin. Dhe kështu të përfundoj kjo situatë pa kuptim.